Na për linja ndërkombëtare në relacionin Kosovë-Gjermani e kemi çmimin 15 euro, kurse tash është bo 21 euro për të një. Plus kësaj është aplikuar edhe një tarif në çmime, domethënë ardhje nga Gjermania për shkarkim të udhëtarëve në stacion të autobusave e kanë aplikuar një çmimore prej 20 euro për çdo autobus. Kërkesat e tona sot kanë për penzullimin e vendimit që kanë marrë deri me 30 shtator, dhe mbrana kësaj periudhës kemi pas kërkesa për mu dakordue në mënyrë të dy anshme dhe me zet një ngritje domethënë të përballueshme mes transportuesve edhe stacionit, dhe na kanë premtuar se deri nesër në ora 12 do ta shqyrtojnë me bordin e kryesues, domethënë të stacionit, dhe do të na japin përgjigje deri nesër në ora 12 ditës. Nëse nuk anulohet vendimi i tyre, të gjitha shoqatat rajonale dhe Unioni i shoqatës së transportuesve në Kosovës janë të pajtimit për me hyrë në grevë dhe me bojkotuar komplet stacionin e autobusave.